أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Po filloj me ligjëratën e 31 të shpjegimit të veprës Merakil Fellah Sharh Nurul Idah të Imam Shrumbulalit rahimahullah. Kemi arrit deri te fasli ose kapitulli tema fima yujibu qat'u s-salat, momentet kur detyrohet ose kur obligohet ndërprerja, shkëputja e namazit, wa ma yujizuhu min ghairi dhalika min ta'khiri s-salati wa tarkiha, dhe momentet kur lejohet të ndërpritet pra namazi dhe të vonohet, ka mundësi të vonohet deri me kalimin e kohës. يجب قطع الصلاة ولو فرضا باستغاثة شخص ملهوف لمهم أصابه كما لو تعلق به ظالم. Thotë autori, është obligim, pra është vajib, është obligim, ndërprerja e namazit fars. Kur themi për namazit fars, të tjerët kuptohet se edhe lehtësimi i ndërprerjes është edhe më i lehtë. Pra, është obligim me ndal nëse je duke u fal, obligohesh me ndërprerjen e namazit edhe nëse është farz. Që nuk kupton se të namazet tjera po se po edhe nëse është farz, walau fardan, bi istighathet i shakhsin, kur një person, pavarësisht kush është ai person, kërkon ndonjë ndihmë prej teje, rrezikohet jeta, sepse ka një rrezik ai person, është në rrezik, është rreziku prej diçkait, është rreziku jeta e tij, dhe ti je duke u fal, dhe ai person kërkon ndihmën tënde, ti e ke obligim me ndërprer namazin, pra me dhënë selam dhe me afru ndihmën atij që e kërkon, au për të ndaluar ndonjë krim çka është u bën ndaj tij, au waka fi ma'in, ose ka rënë ujë për shembull, në pus apo në liqen apo në bunar, dhe ai normal se kërkon ndihmë, nuk kushtohet me kërku ndihmën drejt për drejt prej teje, po ai kërkon ndihmë të përgjithshme. Au sale alayhi haywanun fastagath bil musalli au bi ghayrihi, ose e ka zonë diçka në nërfujtje, apo ndonjë kafshë diçka në nërfujtje dhe e ka zonë ndonjë peshë në nërfundti, dhe ai kërkon ndihmë, qoftë prej atij që është u fal, qoftë prej dikujt tjetër. Në këtë rast obligohet prishja e namazit për shpëtuar jetën e personit tjetër. Por krejt këtë e kushton Shrumbulali me wa qadara ala dafi anhu, nëse ki ka mundësi të ndihmon. Pra, nëse personi ka rënë ujë dhe ai kërkon ndihmë, por namazliu edhe me prish namazin nuk din çka t'i ndihmon, s'ka çka i ndihmon, se ki nuk din not, po hini në ujë edhe ki mbytet ati. Nuk ka mundësi, se ekziston mundësia e ndihmës, atëherë nuk e ka obligim me e prish namazin, por nëse ka mundësi, për shembull, ka rënë njeriu në ujë, në lum, ki din me notuën, e ka farz me e prishën namazin, me hynë ujë me nxjerr njerin, me shpëtu jetën, ose ka ra prej dikun, ose i ka ra ndonjë send sipër, apo dikush e ka sulmu ndonjë kafshë e egër, apo ndonjë diçka që i rrezikohet jeta. Wala yajibu qat'u s-salati bi nida'i ahadi abawayhi min ghayri istighathatin, li'anna qat'a s-salati la yajuzu illa li daruratin. Nuk obligohet ndërprerja e namazit me thirrjen e njenit prej prindërve, pa kërku ndihmë. Thjesht baba ose nana e thirrin djalin e tyre, o filan, ki nuk e prish
nuk e ka obligim me e prish namazin. Ai e ka thirrë për diçka, por nuk ka kërku ndihmë, nuk është i rrezikum prindi, ose nana, ose vllau, ose dikush, po këtë e ka si shembull prindërat, ahadu abawayhi, nuk e ka të drejtë vetëm se e ka thirrë, për shembull me pa a është këto, zakonisht prindi i thirrën fëmijët. Në këtë rast nuk e prish namazin nëse ai nuk kërkon ndonjë ndihmë. Nëse kërkon ndihmë, atëherë jo vetëm prindit, po edhe dikujt tjetër. Pse kështu? Li'anna qat as-salati la yajuzu illa li daruratin. Sepse ndërprerja e namazit nuk lejohet vetëm se në raste të domosdoshme ose patjetërsueshme. Në këtë rast nuk ka ndonjë rast të patjetërsueshëm. Qala Tahawiu, Imam Tahawiu, i cili në këtë çështje thot, hadha fil fard, këtë çka e tham deri shte, edhe kur obligohet me e prish edhe kur nuk e prish, është sa i përket namazit farz. Wa in kana fi nafilatin in alima ahadu abawayhi annahu fi salat wa nadahu la ba'sa bihi an la yujibahu wa in lam ya'lamhu yujibu. Imam Tahawiu thot, kjo çka e tham ka të bëjë me farzin. Nëse është duke falë në namaz nafile, sunet, nafile, dhe e thirr prindi, baba ose nana, e din se ki është në namaz, e din se është tu falë, edhe e thirr në namaz, atëherë la ba'sa bihi an la yujibahu. Nuk ka ndonjë të keqe, edhe të mos i përgjigjet. A ne kemi thonë se kur thot la ba'as, do thot nuk prish punë, nuk dëmton nëse nuk i përgjigjet, por nëse i përgjigjet është më mirë, se është la ba'as. Wa in lam ya'lamhu yujibuhu. E nëse nuk e din baba dhe nana, prindi, se ki është duke u fal, atëherë ki duhet ti përgjigjet, pra e ndërpret namazin. Wa yajuzu qat'uha walau kana fardan bi sarqatin takhsha ala ma yusawi dirhaman, li'annahu mal. Thot lejohet, këtu duhet ta kemi të qartë. Në rastin e parë folëm, thot yajibu qat'u salat, obligohet, pra e ka vajib ndërprerjen e namazit, për shpëtu jetën e njerit. Te namazet nafile, Imam Tahawiu po thot, është ndaj prindit, nëse prindi e din se kjo është tu fal, fala bes, nuk prish punë nëse i përgjigjet. A nëse nuk e din prindi se është tu fal, ju gjibu, pra i jep përgjigje. E tash thot, i e gjuzu katu, nuk po thot obligohet, por lejohet ndërprerje e namazit. Walau kana fardan, edhe nëse është duke u fal namaz farz, bi sarqatin, nëse i vjedhet diçka. E shef hajdutin se është i vjedh diçka, ma yusawi dirhaman. Nëse vlera e pasurisë është sa një dirhem ari, pare e atëhershme. Li'annahu mal, sepse kjo është pasuri, tu fal, e ke kuletën që këtu, ose e ke çatje, ose e një mall tjetër, edhe ka ardhur hajduti me vjedh. Në këtë rast, ai nuk është ku me ditë sa pasuri, po është pasuri, dhe ka pronar pasuri. Në këtë rast, thot, nuk e ke obligim të ndërpresish namazin, por lejohet të ndërpresish namazin për të mbrojt pasurinë, edhe nëse është duke falur farz. Argumenti për këtë, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, qatil dune malik, pra shpalli luft ose qëndra, qatil, rezista për pasurinë tënde. Është hadithi ku e pyesin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dikush hadithi është në tjetër vend, po këtu e ka vetëm një pjesë të hadithit, sepse kështu i përdorin fukahatat, çka është me hallu shahid, vetëm ajo pjesë ku e kanë për argument. E ka pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ka thënë, ja Rasulullah, çka mendon një njeri nëse tenton me ma marr pasuninë? Ka thënë, la të oti, mos ja jep. Thot, fejn qatalani, po nëse ai më shpall luftë, përdor forcën ndaj meje, thot qatilhu,
Edhe ti shpalli forcë, edhe ti lufto me te në mbrojtje të pasurisë. Thot fe in qateltuhu, thot po nëse unë e vrasë mbys ata, thot hua finnar, se është hajdut. Wa in qatelani, po nëse më vret mua, thot fe ente shahid, ti je shahid, pra se je në mbrojtje të pasurisë. Pra kjo është argumenti ku e përdorin fuqahat. Wa kedha fima dunehu fil asah, mirë pas sipas mendimit më të sakt, edhe pasuria është më pak, edhe nëse është më pak se 1 dirhem, lejohet që ta ndërpres namazin. Li ennehu juhbesu fi danik, sepse hajduti arrestohet nëse e vjedh edhe një danik. Danik është 1/6 e dirhemit. Pra, ku e merr argumenti ki? Ai që ka e vjedh që këtë danikin, që këtë 1/6 e dirhemit, me e kap policia, pushteti arreston. Nuk ekzekutohet haddi i vjedhjes, se haddi i vjedhjes ka nisab, por arrestohet ta'ziran. Me që arrestohet, atër ti ketë drejt, thon fuqahat, ti ja të prishesh namazin për të mbrojt pasurinë tënde që e kete. Thot, walau kana al-masruqu li ghayrihi, madje thot jo vetëm për pasurinë tënde, por masruki vjedhsi edhe nëse e vjedh pasurinë e tjetrit, shokut, mikut, dostit, e vjedh edhe pasurinë e tjetrit, në këtë rast ke të drejt të ndërpresh namazin që të mbrosh pasurinë, sepse kjo është mbrojtje nga zullumi dhe padrejtësia, vë nehju anil munkar, dhe ndalim nga veprat e liga. Wa yajuzu qat'uha al-khashya khawf min dhibin wa nahwihi ala ghanamin. Çobani, nëse i ka baktin në mal, dhent apo lopt apo që i ka në mal, dhe ai ka fillu të falet dhe e vëren se ujku apo ndonjë egërsi tjetër ka sulmuar baktin e tij, edhe këti i lejohet që të ndërpres namazin për çka? Për të mbrojt pasurinë e tij. Au sukutu l'ama, au khafu taraddi, ose e shef dika frigër se po bjen për një vendit lartë. Për shembull, jetë u fal, e shef një fëmijë ka fillu të afrohet ka terasa të zonë, 3 kat, 5 kat, 2 kat, atë ti nuk je i sigur se ai po bjen. Se kur je i sigur të ke vajib atëre. Ose një i verbër qorë, ai don me hese, nuk e di rrezikun ku është. Ose vjen prej kulmit. Në këtë rast, lejohet kushdo që tjetë ai personi, për të shpëtuar që mos bjen prej nalt, qoftë fëmija, qoftë i verbëri, lejohet prishja e namazin, au fi bi'rin wa nahwi, ose ju ka afruan, mund tjetë edhe me sy, po ju ka afruar një bunarit, një pusi diku ku mund të mbytet, e ka obligim që të lejohet që të ndërpret namazin in kene khaufën, pra vetëm nga friga, nëse është i sigur se ai më veç, atëre ka obligim. Wa huwa kema idha khafat al-qabilatu, al-qabila i thon këtyre femrave, grave, motrave që i lindin gratë. Mamita ju thon këtu, të në nuk e di shqip si ju thojnë atyre. Po, këto e përdorin edhe dado në disa gjuhë, dhe në arabisht e përdorin shpesh si dado, po nuk është fjallë arabe kjo. Pra, femra e ka fjallën autorit, dhe thot ku e qon meselen ki. Ato gra, qika, vajza, gra, që merren me lindjen e fëmijëve, me lindjen e grave, për t'i shpëtu jetën e fëmijës, ose të nanës, pavarësisht se cila rrezikohet, a jeta e fëmijës, a jeta e gruas, ose telfu udhvin minhu au ummihi, ose frigohet se nëse nuk intervenon, shkatrohet i pkutët kraj i fëmijës ose nanës, i shkaktohet një dam i parum, kjo e ndërpret namazin. Wa yajuzu laha ta'khiru salati an waqtiha.
kësaj i lejohet me e vonuën namazin edhe deri mas kohës. Pra, nuk ka të drejtë thot se unë tash jam të e falë drekën ajo le të vdesë, ose fëmija le të vdesë. Jo, sepse nëse është në rrezik, nëse është lindje e rëndom dhe dikush tjetër e ndihmon, këto janë çështje tjera. Po flasmi kur rrezikohet jeta e fëmijës ose e nanës, kjo motra që merret me lindjen e fëmijëve, foshnjeve, e ka të drejtë, lejohet për atë që të jetë në shërbimin e fëmijës dhe të nanës, edhe nëse e vonon namazin edhe jashtë kohës së saj, do thotë kjo nuk ka mëkat për vanimin e namazit. Li udhrin, sepse këtë e ban për shkak se ka arsye. Ashtu e krahason tash e krahason me hadithin e pejgamberit kema akhara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam waqtaha yawm al-khandaq. Ditën betejën e Khandekit i kanë met 4 namazë pejgamberit, sepse ka qenë i angazhuar me anëmikun, pra, për shpëtu jetën e njerëzve, për shpëtu ushtrinë. Dhe këtu e krahason kjo edhe atë që i lind fëmijët, për shpëtu jetën e nanës ose të foshnjës, lejohet për te që e ka obligim atje të ndërpret namazin, lejohet për te edhe të ekhiru salat janë waktiha, edhe vonimin e namazit derisa t'i kalon koha për me e falën kaza. وكذا المسافر أي السائر في فضاء إذا خاف من اللصوص أو قطاع الطريق أو من سبع أو سيل. Misafiri udhëtari kush është rrugë, kalon në për një zonë ku është e shquar me hajdut, me kriminal, me ato që i thënë këta utoruk, që vjedhin rrugëve, që i plaskitin karavanët, ose ka vërshime, ose ka egërsira vendi, është vendi rrezikshëm, është i njohur, lejohet të edhe për misafirin me e vonu namazin deri mas kalimit kohës, vetëm se për të shpëtu mos rreziku jetën e tij në atë vend. Jaza lahu ta'khiru al-waqtiyatu kal muqatilayhi idha lam yuqaddir ala al-ima wa rukbanu lil-udhr. Pra edhe misafirit i lejohet me shti namazin deri jashtë kohës, ashtu siç i lejohet lil muqatilin, atyre që janë në luftëtarëve, të cilët nuk kanë mundësi me fal namazin as me sinjalizim, dihet që falet namazin në luftë, por nuk jepet edhe ajo mundësi, sepse po fillon të falësh armiku veç të shkatron, edhe në këtë rast e lejohet. وكذا يجوز تأخير قضاء الفوائت لعذر كالسعي على العيال وإن وجب قضاؤها على الفور. Këtu tash e trajton një çështje tjetër. Namazi që ka ngel kaza. Namazi i drekës ka ngel kaza. Kazaja është farz me e fal. Edhe kazaja është farz. Edhe është kaza që të falet sa më shpejt. Jo të vanohet kur dush ti me fal. Është farz me fal, po është farz që sa më shpejt me fal, jo me e shti. Thot lejohet për këtë, nëse kazajen me e fal, me e vonuan, nëse është në shërbim të familjes ose të fëmijëve. Pra, ato dojnë ushqim ose dojnë sendet cilët duhet të përkujdesen, dhe ki po të merret me namazin bjen përkujdesi, lejohet vanimi i kazas, jo i namazit rregullt, deri në një kohë, sepse kazaja është ala al-fawri, nuk është ala at-tarahi. Ajo duhet falet me njëherë. Amma qada'u samu fa ala at-tarahi, ma lam yuqarrib Ramadan ath-thani. Kurse kazaja e agjërimit është ala at-tarahi, ka me afat më të gjanë, nuk është me afat të ngushtë sikur namazi. Deri sa të afrohet Ramazani tjetër. Për shembull, Ramazani që shkoj, tash, i kam të zomë unë 10 ditë pa agjëru. Për arsye. Tash, mund të agjëroj sot një, nesër një, mas një javëve një, mas 10 ditëve një, nuk e kam alë lëfaur, që më njëherë.
Kjo është alet të rahi të rikur, deri sa të afrohen 10 dit për me arë Ramazani tjetër. Që në i kam 10 dit pa agjeru. Kur të vinë këto 10 dit para Ramazani tjetër, hina i va këti i ngusht, më këtu shëndrot, alel faur, që do mos dëshmërisht, duhet me agjeru që ato dit. Emma sëjdet të tilave, u nëdhër mutlak fe fiha el khilaf. Sa i përket sëjdës leximit dhe nëdhrit premtimit, fe fihi ma khilaf, këtu thot ka kundërthanje. Sëjdë e leximit, e ke lexuar një ajet Kuranit që ka sëjdë. Nuk e ke vajib alel faur, e ke mutlakan, e ke kohën të hapur, ose ke premtuar se për hir të Allahut do t'i fali 2 rekate namaz. Edhe këtë se këtë saktu me kohën, e ke mutlaka, kohën e ke këtë lirë para vetit. Për këtë çështje thojnë dietarët ka 2 mendime. Muwassa wa qila mudayyak. Muwassa është kur koha është më e gjanë se sa veprimi. Mudayyak është kur veprimi dhe koha janë të njëjtët, të ngushtë pra. Tani kemi këtu, thot, wa tariku salati amdan kaslan yudhrabu darban shadidan hatta yasilu minhu ad-dam. Personi i cili e lën namazin me qëllim ose nga përtatësia. Yudhrabu darban shadidan, sanksionohet me sanksionon të rënd, pra rrahet me rraje të rënd, me fulul mutlak. Hatta yasilu minhu ad-dam, derisa nga ai të del edhe gjaku. Wa ba'dahu yuhbas, pastaj arrestohet. Arrestohet, nuk i jepet sanksioni, po edhe arrestohet. Au yamutu bi habsi, ose qëndron në burg, i ka 2 alternativa para vetit. Ose qëndron në burg, ose fillon të fal namazit dhe lirohet nga burgu. Qëndron në burg deri në vdekje nëse nuk fillon me fal namazin, ose në momentin kur fillon me fal namazin, lirohet prej burgut. Kjo është mendimi më i lehtë prej 4 medhebeve, është mendimi i medhebit Hanefi në këtë mesele. Dhe wa hadha jazauhu ad-dunyavi, kjo është dënimi i tij në këtë botë. Në botën tjetër, thot, amma fil akhirah, idha mata ala al-islam asiyan bi tarkiha. Nëse ky njeri ka vdek si musliman, por nuk e ka fal namazin, e kemi fjala që se ka fal namazin. Ai ka vdekur si mëkatar, ai ka vdekur si gjunaqar, por ka vdekur si musliman. Çka është dallimi? Dallimi është se ati i pastrohet xhenazja, i falet xhenazja dhe varroset në varrezat e muslimanëve. Falahu adhabun tawilun biwadin fi jahannam ashadduha harran wa ab'adu qaran fihi bi'run yuqalu lahu habhabun. Dënimi i tij është i gjatë, është i rand, i madh, në një lugin e cila ka temperaturën e veçantë si formë sanksioni për ata të cilët nuk e falin namazin, madje thot ka një bi'r, një bunar, një pus, i cili quhet el habhabu. Kështu e ka emrin ai pusi. Thot në atë pus, yesilu ileha sadidu wal qayh, pra gjaku i keq dhe qelbi rrjedhin atij dhe ajo e përzin si ushqim për atë që nuk e fal namazin, por është prej zjarmit të xhenemit. Uiddat li tariki salat, për atë që nuk e ka fal namazin. Wa hadithu Jabirin radiallahu anhu fi sifatihi bi qawlihi bejnë ar-rajuli wa bejnë al-kufri terku salat. Hadithi që transmeton Gjabiri radiallahu anhu se pejgamberi alayhis salam ka thonë bejnë ar-rajuli wa bejnë al-kufri terku salat. Mes njerëzit, pra burrit, por në këtë rast është njerëzit, dhe kufrit është lënia e namazit. Këto dikush e shpjegon se ki kalon këtë hadith, e marrin si argument se kalon në kufër. Realiteti është ky, Hanefit e shpjegojnë kështu: bejnë ar-rajuli wa bejnë al-kufri terku salat. Mes njerëzit
dhe kufrit është lënje e namazit. Pra, mes njeriut dhe xhenemit është një derë. Është kjo dera e cila të mbron ti për mos me ra në xhenem. Është një portë që të mbron mos me ra në xhenem. Momentin kur e ke hek këtë portën, nuk do të thotë se ti e ke hek portën dhe ke ra, por je i rrezikun për çdo moment, për çdo sekond me ra. Pra kështu e shpjegojnë dietarët e ummetit, dietarët e medhebit Hanefi. Ajo është tjetër hadis. Nuk se kemi temën aty. Wa kedha tariku sawmi Ramadan keslen, njëjtën dispozitë ka edhe mos agjëruesi i Ramazanit nga përtësia. Pra çka bëhet? Rrafët dhe arrestohet. Se këto njerëzit dalin thoj, po s'ka dënim për Ramazanin, pse s'ninon? Jo ka. Në jetën e kësaj bote, po funksionoi sheriati, dihet ku e ka venin ai që del publikisht. Yuhbes hatta yasum, pra arrestohet dhe qëndron në burg derisa të fillon të agjiron. Wala yuqtal bimujarradi tarki as-salati was-sawm ma al-iqrari fardiyatuhuma. Nuk mund të vritet, të ekzekutohet për shkak të lënjes së namazit dhe të agjerimit, nëse ai pranon se këto janë farze. Nuk ka fal, s'ka agjeru, por nuk thot se është farz. Se mohon. Thot se agjerimi se është farz. Ky njeri nuk ekzekutohet. Nëse e konteston, atëherë kalon kufër. Dhe kur kalon kufër, nuk është thjesht kalimin kufër këto. Atëherë e merr dispozitën e murtedit. Dhe kur e merr dispozitën e murtedit, nëse vritet ose nëse vdes si i tillë në atë gjendje, ai as nuk i falet xhenazja, e as nuk varroset në varrezat e muslimanëve, as nuk trashëgohet prej ti e as ky prej të tjerëve. Janë një sër problemesh tjera, mos riddës. Ky është mëkatar, nuk ekzekutohet, pra nuk guzon, e nëse vdes në këtë gjendje është burgos, nuk ka fillu të falet, nëse vdes në këtë gjendje, ai pra i pastrohet xhenazja dhe i falet namazi i xhenazës dhe varrozet në se akoma e ka hukmin e muslimanit me kusht nëse nuk e ka mohu ose thatet iftiradus salat dhe sam li inkarihi illa idha jahada, vetëm nëse i ka refuzuar, s'ka namaz, s'është gjë namaz, s'është gjë agjerimi, s'është gjë haxhi për krejt farzët. Li inkarihi, për shkak se e ka mohu, ma kane ma'lumen min ad-dini ijma'an, do thot jo vetëm te namazi agjerimi, po krejt këto shka janë ma'lume, sende të njohura, pra farze, të njohura me konsenzusin e dietarëve, të argumentuara me Kur'an dhe Sunet që janë farze, të gjitha e kanë të njëjtën dispozit. Au istakhaffa bi ahadihima kama law adhhara al-iftara fi nahari Ramadan bila udhrin tahawunan au nataqa bima yadullu alayhi. Ose thot ata të cilët përveç se e kontestojnë, dalin publikisht e han, organizojnë ushqime, të havunen për ta nënçmu, për ta zhvlerësu agjërimin ose namazin ose diçka. Edhe këto kalojnë më në radhën e riddes. Nëse këto e unataka bima jedu, ose ka thonë diçka çka jedullu ilal jahd, pra ka fol diçka çka jep me kuptu se e konteston këtë punë. Fayekunu hukmuhu hukmul murtad, ki në këtë rast, dispozita e këtij është dispozita e murtedit. Prandaj, Ramazan sidomos, dalin njerëzit për pikë qefit, edhe kur s'ju kafe dalin publikisht për t'i nënçmu muslimanët, për të lujt me namazin, me agjërimin. Ose edhe namazin këtë, po është
ma publike kjo. Pavarësisht se e ka kontestu apo s'ka kontestu. Dispozite e këti është dispozit e mërtedit. Prandaj kur ne i themi se nuk ban me bo bajram me këtë njerëzit të ndonë, dhe ta është musliman, si është musliman? Si mund tjetë musliman? فَتُكْشَفُ شُبْهَتُهُ وَيُحْبَسْ ثُمَّ يُقْتَلْ إِنْ أَسَرَّ. Pra, ki thot, arrestohet, analizohet tukshefë shubhetuhu. Organi gjykata i merë masat e veta, analizat e veta, nuk mund të mbysi shatën pse ka dalë me pi kafaj publikisht, ndoshta edhe ka fol keq, ndoshta njeri është i smut psikikisht, ndoshta ka një moment që nuk është në rregull. Krejt që këto procese që ju dhesh gjykata thot, i bën analizat, nëse dalin krejt shëndosha, atëherë jo kthel, atëherë ekzekutohet. Nëse jo, pra është vendimi gjykatës, jo i secilit rrugës me sjell vendime. Dhe me këtë e përfundon Imam Shërumbulali temën e kësaj se kur duhet të ndërpritet dhe çka ndodh me namazin. Tani në radhë e kemi bab el-vitr wa ahkamuhu, namazi i vitrit dhe dispozitat që kanë të bëjnë me namazin e vitrit. Thot, falemma faraga min bejanil fardil ilmi, shara'a fil ameli. Imam Shërumbulali thot, me që përfunduam me shpjegimin e farzeve që besohen. Folëm për farzet e namazit. Këtë janë farze të vërtetuara me argumente, po janë i'tiqadi. Janë farze të cilët edhe duhet të besohet. Çfarë do të thotë duhet besohet? Përveç që duhet të veprohet. Duhet të besohet se është farz. Namazi përveç që duhet të falet, duhet me e besu se është farz. Se kontestimi i namazit se është farz, nxjerr prej dinit, apo? A thamne? Këto janë el fard el ilmi, pra i'tiqadi, që janë edhe shkencarisht vërtetuara me argumente, po edhe që duhet besohet. Tani thot, po fillojmë me shpjegimin e farzit, shka është ameli, shka është praktik, që në kupton se këto farzët praktike duhet praktikohen si farze, por kontestimi i farzit, kontestimi i kësaj vepre si farz nuk është kufër. Kjo është vaxhibi. I vetmi dallim në çështjet e besimit pastaj është me dallimi mes farzit edhe vaxhibit çka është? Ai që e konteston farzin është kafir, ai që e konteston vaxhibin nuk është kafir, është fasik. Pra ki është fard ameli. Po falet sikur farzi. Pse falet sikur farzi? Sepse farzi falet kaza. Edhe vaxhibi falet kaza. Pra i përngjet vaxhibit. Wa huwa fi lugha, fjala el vitr në aspektin gjuhësor do thot fard, një, tek. Khilafu shefë, kundërt e çiftit. 1, 3, 5, 7, e kundërt e 2, 4, 6. Bil fethi wal kesri, pra mund është gjuhësisht, mi thonë edhe vitër edhe vetër. Wa fi shar'i, në fjala vitër, në aspektin terminologjik shariatit islam, është salatun makhsusa, është namaz specifik, namaz i veçantë, sepse namazet në parim falen ka 2 rekate, ki është namaz që falet 3 rekate, dhe është namaz se farzet tjera kanë kohën e caktuar, kurse kohë e namazit të vitrit nuk ka kohë enkas për namazin e vitrit, por se kohë e namazit yatsis është e përcaktuar edhe për namazin e vitrit. Sifatuhu, hukmi, dispozita e vitrit është vajib, fil esahhi,
sipas mendimit më të saktë në mëdhebin Hanefi. Wa huwa akhiru aqwalil imam. Ky është mendimi i fundit që e ka dhënë Imam Ebu Hanifja. Wa ruwiya anhu, ka një transmetim thot prej Imam Ebu Hanifës që ka thonë annahu sunnatun, pra vetë imami ka thonë, ka një transmetim se Imam Ebu Hanifja ka thonë se është sunnet. Wa huwa qawluhuma, e ky mendim është edhe i mendimi i Ebu Jusufit dhe Imam Muhammedit. Wa ruwiya anhu, pra anil imam, transmetohet prej një imamit, për një transmetimi tjetër po ashtu transmetohet annahu fardh, se namazi i vitrit është farz. Pra ka prej Imam Ebu Hanifës ka 3 mendime. Një mendim thot se është farz, 3 transmetime. Një transmetim thot se është farz, vetë Imam Ebu Hanifja, një transmetim thot se është sunet, një transmetim thot se është vajib. Imam Shtrëmbulali po thot fjala e fundit e imamit, Imam Ebu Hanifës, thot është se ka thonën vajib. Kurse Imam Ebu Jusufi dhe Muhamedi kanë thonë se është sunnet i fortë. Wa waffaqa al-mashayikh bayna ar-riwayat bi annahu fardu amalan wa huwa alladhi la yutrak wa wajibu i'tiqadan fala yukfar jahiduhu sunnatu dalilan li thubutihi biha. Këtu është madhështia e dietarëve që merren me këtë shkencë. Dietarët e mëvonshëm, mashayikh, për shembull Abdul Ghani an-Nabulsi, një prej këtyre, thot në të 3 rastet Imam Ebu Hanifja ka pas të drejtë, se ki e bën harmonizimin e 3 fjalëve, edhe kur thot farz edhe vajib edhe sunnet. Ki e bën harmonizimin e argumenteve tash. Kjo është logjika e shnoshës dietarëve që studiojnë. Thot Imam Ebu Hanifja kur ka thonë farz, e ka pas për qëllimin fardu amelen, është farz praktik. Ju akibu tarikuhu, ai që nuk e falë dënohet ngjajshëm sikur që dënohet për farzin. Wa huwa alladhi la yutrak. Thot ka thonë farz sepse namazi i vitrit nuk mund të lihet, sepse dënohesh për atë sikur për farzin. Wajibu i'tiqadan. Ka thonë vajib në aspektin e besimit, sepse ai që e konteston nuk është kafir, është një derexhe. Dhe ka thonë në sunnet, sepse argumentet që i vërtetojnë se është vajib apo farz janë prej sunnetit. Pra bën atë kompletimi, rrumbullëksimin e këtyre argumenteve. Vajhul wujub, mënyra e obligueshmërisë. Qale sallallahu alaihi wasallam, el-vitru haqqun, faman lam yutir falaysa minni. El-vitru haqqun, faman lam yutir falaysa minni. El-vitru haqqun, faman lam yutir falaysa minni. E ka thonë 3 herë kështu pra, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Namazi i vitrit është hak, është i vërtet pra. Është obligim. Faman lam yutir, ai që nuk e fal namazin e vitrit, falaysa minni. Është argument i fortë. Është argument i fortë. Pse? A kuptojmë sa është i fortë? Thot ai që nuk e praktikon falaysa minni, nuk është në rresht mia, nuk është në radhët tona. Kjo nuk mund të jetë për një sunet, se për sunetin nuk thot pejgamberi. Po kjo është diçka më e fortë se suneti. Po me që hadithi është ahad dhe nuk është mutawatir, se po të ishte mutawatir, kalon në farz. Hadithin e transmeton Ebu Daudi dhe Hakimi, i cili thot se hadithi është sahih. Pra Imam Hakimi thot ki hadithi pejgamberit është sahih. Wal amru wa kalimatu haqqin wa ala lil wujub. A ki ka një tjetër hadith që nuk e ka përmend këto. Thot pejgamberi me një hadith tjetër, nuk është këto në këtë libër, el vitru wajibun ala kulli muslimin. El vitru wajibun ala kulli muslimin. Vitri është vajib për çdo musliman.
thot fjala hak, sa është i vërtet pra. Fjala ala edhe folje mënyrës urdhërore japin me kuptu se ki veprim është vajib. Për shembull, te haxhi, walillahi ala nasi. Kjo alaja jep me kuptuan e ka urdhën, po e them se është urdhërore kjo. Jep me kuptuan se është për vajibin. Kur ka thënë pejgamberi el vitru vajibun ala kulli muslimin, edhe fjala hak te hadithi, edhe hadithi tjetër që urdhëron për me e fal vitrin, do të janë 3 argumente që vitri është vajib dhe nuk e ka kategorinë e sunetit, dhe ne mendoj se për këtë ligjërat do të kishim mjaftuar deri këto. Inshallah vazhdojmë me namazin e vitrit në ligjëratën tjetër dhe deri atëherë, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.